Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Kitabul Alfadhi min al-Adabi wa ghayriha. Etika e të folurës ose shprehje. Babun nahi an as-sabb ad-dahr. Ndalesa nga shkarja e kohës. Çdo thotë me shakon, më thonë po e keqe, është nuk keqe. Faktikisht koha është pjesë e Zotit, edhe është në rregull. Ata që bëjnë të mira apo të keqe janë njerëz. Por që nuk mund t'i dedikohet kohës e keqja, as nuk mund t'i dedikohet e mira. Koha është e mirë për njerëzit janë të mirë, koha është e keqe për njerëzit janë të këqij. Por duhet largu si shprehje, thot ofendimi i kohës ose sharja e kohës, nuk do të jetë në etikën e të folurës muslimane. Po me kur janë kohë me të vërtet, shumë në themi këqija, thuj kohë të vështira, kohë sprove. Po mos e përdor këtë, mos shaj kohë. Po me kur është shi, thuj mot e branët, ose mot i keqë. Mot e branët, mot me reshje, mot e nxehtë, mot me diell dhe kështu me radhë. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. Abu Huraira radhiyallahu anhu dërgosi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Zoti ka thënë, njeriu më ofendon duke sharë kohën, ndërkohë që unë jam menaxhuesi i kohës, unë jam ai i cili kam dorë gjithçka. Pra nuk është koha ajo që më bën gjërat, është Zoti i kohës. Unë luaj natën edhe ditën dhe çdo gjë që bëhet në tokë, pra unë menaxhoj natën edhe ditën dhe çdo gjë që ndodh apo që bëhet në tokë. Pra gjithë ideja është njëu do të jetë kujdesshëm. Sidomos në gjërat që kanë të bëjnë me Zotin ose në krijimin e Zotit, do të jetë shumë i kujdesshëm. Allahu a'lam. Bismillah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ose mallkimi i kohës që është futet këtu. Mallkimi i kohës futet. Mallku njeriu kohën, mallkuar qoftë kohën, gjërat nuk bën. Sepse është Zoti i cili është Zoti i saj, nuk është koha ajo që bën gjë. Kjo është ideja. Selam aleikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.